Shumë raste këta referton janë anku që gjaja se pagat e vogla nashta edhe nuk po kanë nashta edhe shumë vullnet me bë këtë punë edhe hajt veç bojna problem. Nashta janë edhe kundër presidentit vetë refert, që dojnë me kriju diçka. Ja, ndoshta këta janë kundër federatës, që po dojnë më nashti neve në këtë konflikt. Me kreun me organet e federatës. Mund me ndodhë edhe kjo është në pyetje. Ata duhet me zbulu këtë punë, duhet me deshifru këtë punë. I pari presidenti duhet me pa këtë punë. Nuk mundet me ndodhë vari në rastin e referimit kur vinë do me thonë arbitrat, vari që lënjon e refer me stim, pas tim FIFA-s, ai kryesori me FIFA-s, ose kundërta, edhe tash injorohen me zveti. Jo te ki gabim, jo te ki gabim. Do me thonë, këta me zveti nuk janë mirë. Refert me zveti nuk janë mirë. Ta kanë problemin me zveti. Edhe në të epsu ne klubët. Jam I bindur që na në të epsu klubët për shkak tyne. Pse unë jam I kryesori, pse mu në varë, pse mu këtu, pse mu aty, do me thonë edhe kush pepsojnë nga klubët. Kështu që, unë mendoj që problemi është maj fellë, se sa që këta si duket janë vetë kundër federatës, po dojnë më nashtin konflikt, po më duket madhe edhe me federatën. Por që ata dojnë me pas shumë kujdes, unë mendoj që presidenti I kupton këtë gjona ma mirë se na edhe është shumë më të në futbol edhe dojnë me pa shumë seriozisht këtë punë, edhe pse vetë o deklaru publikisht para 4-5 dite ose një jave në media që s'është I kënaqur me referimin. Nëse s'është I kënaqur me referimin, pse analistit del edhe janë bëllan marrët e referve? Nuk bën ashtu. Nuk bën. Nëse se ka pas mirë, do të me thonë, eksperti analizën do të me thonë ato që se ka pas mirë. Se si jem të shkuna në me hinë konflikte atje, o boja, pun ka ikë, mi ju po mësja bën dzezës të borët. Se s'ban.